LSDM akuzon se prania e bakterit Pseudomonas aeruginosa në ujin e Gostivarit dëshmon dështimin e institucioneve, ndërsa kritikon autoritetet se për ditë të tëra kanë siguruar qytetarët se uji ishte teknikisht i rregullt pa publikuar dokumente zyrtare. Socialdemokratët po ashtu akuzojnë qeverinë se në mes të krizës me ujin e pishëm në Gostivar ka lidhur pa shpallje publike një kontratë prej 100.000 eurosh për furnizim me ujë me kompaninë Kozhuvçanka në pronësitë e kryetarit të komunës së Kavadarit Mitko Jančev. И додека народот се труе, Мицкоски и ВМРО ОКГ имале други приоритети. Бизнис делка од 100.000 евра за вода во Гостивар, без тендер, без јавен оглас. Додека народот се труе, тендер патриотите тераат бизнис. Никој нема право да си игра со здравието на граѓаните, а уште помалку да профитира додека народот се труе. VMRO-DPMN reagoi ndaj akuzave të LSDM-s duke I cilësuar ato si gënjeshtra dhe duke pretenduar se opozita nuk e ka ndihmuar Gostivarin as me një paketë ujë, ndërsa qeveria, sipas tyre, po siguron ujë falas për qytetarët. Llumi I LSDM-s mendoi se çfarë të sajoj dhe çfarë gënjeshtre të përhap, prandaj shpiku se qeveria po bën biznes me kompaninë Kozhuvçanka. Por e vërteta është se qeveria përmes tenderit ka zgjedhur kompaninë që I shet ujin me një çmim 2 herë më të ulët se ai I tregut, vetëm 12.5 denar për një shishe prej 1.5 litrash, si vendimi I kompanisë për të qenë shoqërisht e përgjithshme dhe për të mos përfituar nga kriza në Gostivar. Nga partia në pushtet thonë se është e qartë se llumi I LSDM-s mendon vetëm për fitim të pistë dhe u përpoq të krijojë skandal aty ku gjithçka është e pastër. Por megjithatë, partia opozitare ka kërkuar që prokuroria të hapë tim për rrezikimin e qëllimshëm të shëndetit të qytetarëve dhe të përcaktojë përgjegjësi për kryeministrin Mickoskin, ministrin e shëndetësisë Klekovskin dhe ministrin e punëve të brendshme Toshkovskin.